Zoti Sula, cili është rezultati i punës tuaj në këtë javë, duke qenë se tregjet janë ende me produkte të skaduara apo me produkte të falsifikuara? Flas jo vetëm për produktet ushqimore, por gjitha produktet që rrezikojnë jetën e qytetarit. Nëse do kesh mundësinë që këtë informacion që keni ju, do duhet ta adresoni në këtë platformë, në këtë portal, të cilët ne të reagojmë menjëherë. Në dita e nesërme, ne si Inspektorati i Përgjithshëm kemi vendosur që në disa subjekte të pa deklaruara dhe të pa informuara nga inspektoratet e zonës këtu, do të shkojmë bashkë me to për të qyrë dhe për të bërë inspektim pikërisht. Kemi përzgjedhur edhe linja prodhimi, kemi përzgjedhur edhe supermarkete, pikërisht për të qenë një inspektim i rastishëm, një inspektim urgjent, rrufeshëm, për të bërë të mundur që nëse ka apo nuk ka shkelje. Pikërisht kjo siguria ushqimore me fushata inspektimi. Jo. Ndërkohë që shumica e inspektorateve janë thuajse fiktiv, janë jashtë funksionit. Jo, nuk është ashtu jashtë funksionit, ka problematika, pa diskutim, dhe unë kam ditën e 69 në mos gaboj në krye të këtij inspektoratit të përgjithshëm, dhe po ju bëj me dije që ndoshta një vendim përpara 2 ditësh ku kam marrë inspektorati i përgjithshëm, po ju tregoj për rastin e Shkodrës, kemi marrë 15 masa disiplinore, nga këto janë 10 masa disiplinore janë shkarkimi nga detyrat të inspektorëve, pikërisht për shkak të lënies të hyrjes në territorin e Republikës së Shqipërisë të ministrit me aflatoksin B1, i cili është i dëmshëm edhe për kafshët të cilët ushqehen në prodhimin e qumshit, ku del produktet e qumshit dhe të produktet e tjera me aflatoksin, dhe kjo tregon që jam i vendosur unë si inspektori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë, edhe bashkëpunëtorët e mi që çdo rast sinjalizimi apo çdo rast tjetër ne do ta ndeshkojmë në maksimalisht. Mund t'ju them edhe një gjë tjetër, e cila është një risi e cili po ndodh në inspektoratin e përgjithshëm, që ka të bëjë me të që çdo masë administrative e cila ankimohet në inspektoratin e përgjithshëm nga subjekti, të jenë sigurt që ka 2 rrugë, o rri në fuqi masa disiplinore e cila është vendosur nga inspektimi, ose kjo masë do të shfrytëzohet, por ka një kusht. Nëse kjo masë shfrytëzohet se është e padrejtësi që është bërë subjektit, menjëherë fillohet procedimi disiplinor për inspektorin. Zoti Sula, po për atë zinxhirin e institucioneve dhe që kanë në dorë të merren me siguracionet e punonjësve. Pra ata biznese apo institucione që bëjnë punësimin e paligjshëm, që paguajnë taksa e tjerë. Çfarë masa duhet të merren dhe a janë konstatuar deri më tani, sepse është shumë problematike e madhe. Tani, inspektorati i punës është fusha e cila mbulon këtë fushë ju që keni shqetësim dhe me të drejtë dhe që nuk pretendoj absolutisht që nuk ekzistojnë. Edhe sikur në një biznes nga 4 punëtor, 5 punëtor, 3 apo 4 mund të jetë siguruar dhe një tjetër i pasiguruar, sigurisht është shkelje e ligjit dhe sigurisht sjell dëm në buxhetin e shtetit për sigurimin shoqëror, po sigurisht nuk garanton dhe sigurinë atij punëtori i cili nesër larg qoftë të ketë një problematik të humbjes së jetës apo të një incidenti apo të një që mund ndodhi në këtë biznes, ai sigurisht nuk përfiton pastaj nga të gjitha të drejtat të cilat ka ai. Jeni të sigurt që do vazhdojmë çdo ditë që të këmbgullim dhe të bëjmë inspektime. Mund t'ju them që unë mendoj që do vuajmë dhe 6-7 muaj maksimumi, sepse jemi duke përgatitur me të gjithë sistemin e digitalizimit për gjithçka, për gjithë fushat e inspektimit, i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm, që do të thotë nuk do kemi më inspektim në mënyrë të fragmentuar, nuk do kemi më inspektim i pëlqen fytyra e një subjekti ose nuk i pëlqen dhe të shkojë inspektori, por do ta përzjellë sistemin në bazë të indikatorëve të rrezikut që tregon vetë sistemi gjeneron për ditë të dhëna dhe të cilët do i japin mundësinë që menjëherë të dalin inspektimet të cilët do planifikohen dhe që do duhet të shtojë inspektori. Dhe ju garantoj që inspektimi do të pasurohet çdo ditë me të dhëna të tjera, që do bëj të mundur që edhe inspektori të jetë i monitoruar në çdo çast të anës së tij me atë një GPS-i dhe televizionisë kur ai shkon dhe të lënë zgjurmë në çdo moment inspektori ku shkon kryen inspektime. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Sot shumë specialistë po ngrenë alarmin sa i përket tregjeve dhe helmimit të qytetarëve çdo ditë. Çfarë masash konkrete do kemi për shuarjen e këtij fenomeni? Shumë e drejtë. Besoj që ju keni ndjekur këto 2 muajt ku zonja Gjylameti është në krye të AKU-s si drejtoresh dhe unë si inspektor i përgjithshëm, kemi filluar një valë të fuqishme inspektimesh
dhe që po jep rezultate. Jo më larg se sa në Shkodër, javën e kaluar unë kam qenë vetë prezent, ku bë mundur bllokimin 110 të kujtalëve, 110 kujtal që 11 ton, pra që u bllokuan për shkak të këtyre gjërave, por unë përsëri apeloj, ka të bëjë shumë kultura qytetare, në shkuptim. Verifikimi, ndjekja, vigjilenca tyre që ta shikojnë këto. Po sa është e mundur verifikimi qytetarëve, Do ta vazhdoj rësytimin me ndihmë kujdes, që do të thotë edhe në ato një ditë, në 2 ditë e fundit që mund ndodhi, që mund të keni të këtë që nuk do duhet absolutisht të lejohet, nuk do duhet ta marrin produkt, por me një herë do duhet të informojnë, të sinjalizojnë që të trupa e inspektimit të shkojnë me një herë. Por, pse thash për përpara digitalizimi i sistemit? Pse thash për përpara që të kemi risi? Ka të bëjë diçka me gjurmëshmërinë, dhe që është shumë e rëndësishme gjurmëshmëria. Dhe pikërisht për përgatitjen e sisteme, të cilët do ndjekë gjurmëshmërinë e atyre sidomos sepse në 4 produkte ushqimore në Shqipëri, nga 5 produkte, në 3 ose 4 janë importi, që do të thotë hyrja në pikën doganore të kapshtisës juaj apo të qafët të thanës në Progrades, apo në pikët e tjera doganore, është shumë e rëndësishme që ne të kemi gjurmëshmërinë nëpërmjet sistemit, që do të thotë pra që dihet si ka hyrë, me çfarë certifikate ka ardhur, çfarë sigurie ka dhe afati kohor e tij që do duhet të qarkullojë në treg, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në sa takon Pallatit të Djegur në Tiranë keni ngritur një grup pune me 2 inspektoriate për të hetuar ngjarjen. Keni konkluzione nga hetimi i 2 inspektoriateve që keni angazhuar? Tani, unë kam nxjerr 3 urdhra. Një urdhër urgjent ditën që ndodhi ngjarja, ku 2 inspektoratit kemë të dhe ishti inspektorati shtetëror industrial i cili mbikëqyr për enet e gazit apo bombët e gazit me oksigjen enet në presion dhe elektrikët për të kontrolluar atë. Po ju garantoj që ne, por duke jemi në bashkëpunim të ngushtë dhe me grupin hetimor të Prokurisë së Tiranës dhe ne kemi vënë në dispozicion të gjithë gjetjet tona si inspektoriat dhe do ja rezervoja vetës që mos fise përpara kohë, që të kemi një konkluzion. Po ju them që për shembull ditën e djeshme dhe me autoritetin tim si inspektor i përgjithshëm, mbas kaq ditë që kishte problematikën me këtë ashensoreve, u certifikuan 5 ashensorë të cilët ishin të pacertifikuar në këto pallatet që ishin jo vetëm të Djegurit, por edhe shkallat e tjera, të cilët do bëhen mundur që të vijnë në funksion dhe ju garantoj që shumë shpejt do kemi edhe një përgjigje të cilët do të jetë zyrtare. Ka firmosur dhe 2 urdhra të tjera të cilët janë zakonisht të rëndësishme, një urdhër për ishtin inspektoratin shtetëror industrial për sa përket që të fillojnë në të gjithë pallatet e Republikës së Shqipërisë një kontroll të hollësishëm për nëse në këto ambiente ka në presion që të cilët mund të rrezikojnë jetën e qytetarëve apo bomblave të caktuara të cilët subjekte të caktuar të papërgjeshme mund të vendosen bombla gazi me fuqi të madhe në bodrume apo në ambiente të tjera të cilët nuk do duhet që të ishin kundrejt të gjithë rregullat të përcaktuara dhe kam firmosur edhe një urdhër ku urdhroj IKMT-n dhe të cilët në së shpejti do kemi edhe një tryezë. Unë do organizoj një tryezë me ekspert dhe me aktorë të tjerë, të cilët do të bëjmë të mundur që metodologjinë që do ndjekim dhe të cilët do konkludojmë se si do duhet që për pallatet e reja, të cilët janë ndërtuar, apo në pallatet të cilët do të jetë ndërtim që të shikohet që si do duhet që të materialet të cilët do të përdoren, të cilët janë të certifikuara dhe kanë hyrë nga pikët doganore dhe të jenë kontrollueshme, por ka shumë rëndësi kjo që ne do të vendosim një rregull të cilën unë mendoj që ka ardhur koha, sepse ato që janë pronarët, po themi, të pallateve të cilët kanë marrë lejen e ndërtimit, nuk janë të cilët përfundojnë të gjithë punimet e tyre nga themeli deri në fund, por që bëjnë edhe veprime të tjera me anë të nën-kontraktorëve, të cilët nuk dihet se kush janë ato nën-kontraktor, apo thjesht janë në rrugën e tatimeve që paguajnë taksat e tatimet, por që nuk kanë përgjegjësi dhe pastaj kur vjen akti koalidimit, e firmos vetëm ai i cili është pronari i kësaj leje, por në një kohë që punimet i kanë kryer dhe nën-kontraktorë të tjerë, të cilët ndoshta, por që i sigurt që ato kanë abuzuar, sepse nuk intereson dhe që ta nxjerrin sa më lirë, sepse ndoshta mund të arrihet që bëj një kontratë përpara me këtë lloj marrëveshje, me këtë lloj materialesh, ndërkohë vendosën materiale të tjera. Pra ka shumë problematika të cilët ne jemi vendosur që të ndjekim. Maksimalisht inspektori që për sa që kur të kërkosh llogari, të dihet që ka një status të vërtetë vlerësuar dhe që të vetë sipas ligjit. Dhe ndër urdhrat e parë
që kam firmosur, ka qenë në urdhri që të punët, pavarësisht të rëndësisht jashtëzakonisht veçantë që ka në përmbushjen të funksionit të saj, nuk jashtëzakonisht e madhe, duke pas parasysh pastaj edhe mjedisin përsëri dhe pyet që merr IKMT, pra bëhet një po themi përsëri një mega eksplodat. Të njëjtë gjë do ndodhi dhe po ndodh ajo që po bashkojnë të gjithë trupat të gjithë inspektimit që do jenë në një inspektorat po e quajmë dhe vetë fakti për shkak edhe logjike vendosur bashkë me politikën e tij për sa përket për trupet inspektime rurike në Shqipërisë. Dhe mendoj që është një fazë e cila do na ndihmojë shumë. Sigurisht rrugtimi është i vështirë. Është i vështirë sepse është i praktikës dhe jam i bindur që të paktën deri në muajt e fundit të vitit, mendoj që gjithë ky proces që ka inspektorati edhe duke pas parasysh implementimi i ligjit 99/2024 apo trupa e inspektimit është një fazë jashtëzakonisht e rëndësishme. Unë e kuptoj dhe në mënyrë kuptoj situatën, sepse ne jemi një inspektimi në qendër pa diskutim, por edhe trupa e inspektimit që do jetë që është në terren që konkretisht të gjithë prerogativat edhe të ligjit 99 të inspektimit 2024 për të tjera. Pesha e mbulimit të gjithë inspektorateve të rrugës Shqipërisë, IKMT-s, AKU-s, të inspektoratit punës, shërbimit qendror. Kam menduar që qendra i di të gjitha problematika. Është tjetër gjë teoria, është tjetër gjë që pse po emisim këto takime, ka të bëjë me të investuar maksimalisht. Tregon që të investuar maksimalisht nga vendi i cili do të investojë shumë në produkte që do të angazhojnë së bashku. E kemi nisë këtë përpjesëmarrje të nderuar inspektorë aeronavës të inspektorateve të qarkut